unë besoj se ideja ashtu, për shembull, nëse bëni krahasim me Lionel Messin, Lionel Messi shënon golat e Argentina, por është e gjithë Argentina që po punon për Lionel Messi. Nëse shikoj golin e parë që bëri Messi kundër Algjerisë, ishin dy lojtarë, Almada dhe Lautaro Martinezin, që merrnin me vete të gjithë mbrojtjen kundërshtarë. Merrnin 4 mbrojtësit kundërshtar të Algjerisë dhe Messi thjesht ecte në fushë, nuk duhet vraponte. Në fakt Messi nuk ka vrapuar as në kohën e tij më të ardhur. Thjesht ecë në fushë, merr topin, një driblim, gjuajtje dhe gol. Dhe ata vendosin më të mirën e Messit, edhe nëse Messi luan 50 vjeç, me këtë skeme që ka Argentina, Messi do bëj gola prapë. Ndërsa Ronaldo ndeshjen e parë nuk i marri më të mirën Cristianos, sepse ti nuk mund të pretendosh më që të japësh topin e Ronaldos nga mes fusha dhe ai të nisi vrapimet, të drejblojë dhe të shnojë, sepse nuk e lejon më fiziku, është kundër natyrës, nuk e ka më të mundur këtë gjë, nuk i përgjigjet më trupi. Por ama nëse ti e lë Ronaldon tek me portierin, apo nëse lë një mbrojtës kundërshtar, po e lë afër portës, ai e ka klasën për ta bërë golin. Dhe dje për shembull më shumë se sa 2 golat, ishte një rast nëse të kujtohet Rilon në fundin e pjesës parë, që bëri një prekje të magjishme që do ishte një super gol. Dhe thjesht fati i madh i lojtarit të Uzbekistanit e spastroi ato top, do të ishte një gol klasi. Kjo tregon se ky njeri i ka humbur fuqitë, është shterruar, nuk është më Cristiano e parë, dhe edhe ai vetë e di këtë gjë. Ndoshta ka egoizëm me sens protagonizmi pak sa më të tepruar se duhet, por që prezenca është e gjithë aty. Dhe thjesht lojtarët e Portugalisë nuk e pranojnë që ky të jetë vallëzimi dhe kërcimi i fundit i Cristiano Ronaldos. Edhe unë ndoshta nuk e pëlqej Ronaldo sa më ta pëlqej Lionel Messi, por ama duhet pranojmë diçka, duhet pranojmë që është rasti i fundit që ne do shikojmë 2 legjendat e futbollit botëror si Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi në këtë botëror, në një botëror. Tani është edhe një garë në distancë, Messi, Ronaldo për golat e shënuar, Messi është 5, megjithatë vjen edhe Mbappé dhe Haaland. Kë shikon që mund ta fitojë këpucën e ardhur botërorit dhe mund ta udhëheqë ekipin e tij drejt trofeut? Kjo është pasaj, duhet parë se më shumë se sa vetë cilësia individuale e lojtarëve, duhet parë që kush kombëtare ka rrugën më të gjatë në botëror, që ka mundësi dhe lojtari dhe sulmuesi në fjalë që të shënojë më shumë. Duke parë kështu në tërësi, besoj se Mbappé është më i avantazhuar, sepse e pashë ndeshjen e Francës i ka parë 2 ndeshje, por sidomos atë ndeshjen me Irakun dhe ngela i befasuar që ndeshja u lua deri në orën 12 pjesa e parë, më pas u shty për shkak të një suje të madhe dhe pjesa e dytë vazhdoi në orën 2 të natës. Ishte gati 3 orë ndalesë dhe Franca e nisi ndeshjen. Unë mendova se ritmi do të ishte thuajse i vogël, por në fakt Franca e nisi ndeshjen direkt me marsh 5 dhe mjaftuan 20 minutë shpar për ta mbyllur komplet ndeshjen. Është një Olise fantastik, është një Mbappé fantastik, është një Dembélé fantastik, gara që ka Franca, lojtar që ka Franca është një garë pa drejtë sepse ka gjithë hyjet e botës, është një old legend që luan me kundërshtarët. Nëse janë këta 3 lojtarë në më të mirën e mundshme, dhe Mbappé do ta ketë fare let për të shënuar gola. Dhe besoj se Mbappé është më i avantazhuar. Ndërsa nga ana tjetër besoj se edhe Lionel Messi do ta ketë mundësinë për të luftuar për të çmim, por duhet parë sepse nuk mund të jetë, nuk është kur rruga kaq e lehtë, ti vetëm të fitosh nga fillimi në fund. Unë kur një ekip fiton gjithmonë në fazën e grupeve, që merr pikë dota, nuk besoj asnjëherë që ai do të shpallet kampion. Hiq rastin në Spanjë, si ka qenë Europianin e vjetshëm, që i mori përpara zvar gjitha ekipet nga fillimi në fund. Gjitha ekipet e tjera duhet me patjetër që të humbasin në grupe, që pastaj ta përmirësojnë veten dhe në fazën me eliminim direkt jenë në shkëlqimin e tyre, sepse ti mund të fitosh në ndeshjet e grupeve, po kur të bësh një gabim pastaj në ndeshjet me eliminim direkt, nuk ke më mundësi kthimi, sepse do ikësh direkt në shtëpi.